Të nderuar dëgjues të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Në studion e këtij programi sot jam së bashku me shkrimtarin Xhahit Bushati. Mirëmëngjes Xhahit, mirë se keni ardhur në studion ton. Mirëmëngjes Merita dhe faleminderit shumë për ftesën dhe aq më shumë që ka një objeksion kjo ftesë në lidhje me botimin e librit më të ri. Dhe desha më falë të shtoj edhe diçka, sa herë që ju më ftoni, më duke sikur kthehem në vendlinje. Sepse natyrisht Xhahit Bushati, sido që ta marrësh, është pjesë e Radio Shkodrës në vite me radhë. Po sot krahas të tjera veprimtarive, unë ju kam ftuar për botimin më të ri tuaj në librin Burra të vdekur të gjallë. Dua t'ju uroj përzemërsisht për promovimin e librit, i cili para të pranishmëve shfaqi natyrisht një interes të jashtëzakonshëm për vetë figurat që trajton, për vetë mënyrën e të shkruarit, por edhe për mënyrën se si ishte organizuar promovimi. Ju përgëzoj Xhahit, ju përgëzoj sinqerisht, sepse për mua ka qenë diçka e veçantë. Po, është e vërtetë, unë nuk e prisja kaq shumë miq atë ditë, unë i falënderoj edhe i kam me borxh dhe miqve dhe Shkodrës, dhe pastaj unë do të falënderoj këtu, nuk e di sa mund të jetë reklam, edhe gazetarin tuaj Adrian Hoti për kronikën jashtëzakonisht të bukur që ka bërë në TVSH në lidhje me promovimin e librit tim dhe u transmetu dje. Pra, si të themi, ma plotësoj atë kuadrin edhe marrëdhënien me librin dhe me shpërfaqjen e personaliteteve që lëvizin këtë libër. Natyrisht personalitetet janë të fuqishme, janë personalitete kryesisht nga fusha e letrave dhe e artit. Por përpara se të hymë në brendësi, le të trokasim në kapakun e këtij libri. Janë personalitete që janë të shfaqura aty me emrat e tyre. Sa e vështirë edhe e thjesht njëkohësisht ka qenë për t'u drejtuar jetës dhe veprës së këtyre personaliteteve. Realisht, Merita, në momentin kur unë kam piketu dhe kam strukturu formatin e këtij libri, ka qenë një sfidë dhe ende dhe sot e kësaj dite më duket sikur është sprovë e rëndë, sepse në momentin që unë piketova këto figura, do t'ishte për mu, tharë që ishte sfidë, por ishte një rrugë tepër e vështirë. Pse e vështirë? E para, një pjesë i njihja nga afër dhe i gjurmova, një pjesë tjetër nuk i njihja dhe do të përdorja, si më thonë, rrugë të tjera të tërthorta. Por me besoj një diçka, për një pjesë të këtyre autorëve, ose shumica të këtyre personaliteteve, unë kam shfletuar të gjitha gazetat dhe revistat, që nga 44, i bile pak më herët për Nuë Palshlakun, deri në vitin 1990, dhe çdo do më thonë edhe vetë kjo ka qenë kjo qasje një lloj arkivit në vetvete, dhe ballafaqimi im, dikuj kuptuar, dikuj nënkuptuar, ka shpreh, si më thonë, të gjitha mendimet e mia, përveç elementit autentik, atë çfarë dëshmi që unë kam pa me sytë e mi, dhe gjitha këto, si të themi, me secilin prej tyre, po përdori në rthojza, unë kam dalë në duel, dhe gjithmonë kam thënë, a do t'ja dal. Edhe sot e kësaj dite, këtë pyetje vazhdon tjetë në i med. Aja kam dalur vallë. Unë bëra të pamundurën, ose kaq sa kisha mundësi, por ama një gjë është e vërtetë, që për të gjithë këto figura, unë atyre u kam falur shumë dashuri në rrëfimin tim. Pra elementi poetik, ata i shoqëron në të gjithë tekstin që unë kam menduar që do t'jetë i realizueshëm, dhe këto mendoj të dalin të plot.
Po. Kam pas, më fal edhe një fjali për ta përfunu, kam pas prirjen që disa probleme t'i shteroj gjerë në fund. Në i thash që elementi i qasjes, pra i arkives në për gazeta dhe revista, kanë kënë bazë, ndoshta nga njëherë edhe mendimet kundërta, gjithsesi kam respektu mendimet, por kam shfaqur dhe mendimin tim. Në fakt që në titull burra të vdekur të gjallë, do të thotë që nuk jetojnë, por ju i keni sjellur të gjallë. Po. Konotacioni burra është shenjë e burrërisë të tyre apo i përket thjesht një përkatësie gjinore? Jo, Merita, unë e kam menu këte si nocion vlerët. Të gjithë këto figura përmlidhen në një hyrje që unë kam zgjedhur për ta, poezin e Kiplingut në mundësh. Dhe është përkthimi i Robert Schwarzit që mu më duket përkthimi më i mirë. Dhe më duket të gjithë përmlidhen pikrish në këtë përmenore të kësaj poezie. Në mundësh të mbushesh minutat as të rënda me veprat që peshojnë. Dije dhe mos ki as një dyshim. E jotja do t'jetë bota me çka ka brenda dhe burr do t'jesh birim. Shumë e bukur, është këto personazhe jetuan në periudha të ndryshme historike, dikush dhe të përbashkëta, por realitetet që janë shumë të trishta për ta. Do të thosha koha që antikohë e tyne. Për këtë arsye, shumë nga këto personazhe qenë edhe personazhe tragjik. Megjithatë, ata e vazhduan kontributin e tyre, ata lanë thesare dhe gjithmonë kam menuar në vetvete apo në jetë ç'është intelektuali, sido që qenë tramundanat e jetës, sido që qenë dallgët që u përplasin dhe qenë shumë të ashpra për disa, sepse për disa këtu kanë bërë dhe burg. Megjithatë, veprat që lanë diftuan që ata vërtet duhen nderu, duhen respektu dhe shkelqimi i tyre nuk mund të venitet. Dhe kjo është arsyeja që unë duke menuar dhe e kam kështu si pikësënim që Shkodra ka një traditë të shkëlqyer. Dhe kjo pjesë, ky gjerdan shkrimtarësh, është pjesë edhe artistësh, pjesë e traditës së Shkodrës, duhet evidentu, është detyra jonë. Jo vetëm për të njohur bashkosit, po edhe gjeneratat. Absolutisht po. Duke u nisur nga burrat dhe duke u nisur edhe nga fjala juaj që Shkodra ka gjerdan të njerëzve të njohur dhe të shquar në shumë fusha. Në një të ardhme mos mund të drejtoheni për shembull femra të brishta dhe të forta? Me qënë se jeni hulumtues dhe shkrimtar që punoni çdo ditë dhe prodhoni. Une nuk e di qatë për momentin, si më thënë, nuk e kam menu, por për momentin do them këte. Ai mund të jetë një libër tjetër për disa figura të tjera grash që i kam piketu. Por realisht ky serial do të jetë i hapur. Dhe meriti këtij librit në mes të tjerave është edhe redaktimin që ja kam besuar ti me shoqe Iqbalit. Iqbal Bushati Kalaja. Dhe kopertinën që ma ka bo vajza Eris, që për mua është një kopertinë që vërtet është e bukur. Dhe shpërfaq pikërisht gjithë ato koncepte, gjithë ato mendimet, gjithë ato ide që unë kam brenda tekstit tim lëndor. Po. Drejtë si u qasët ndaj këtyre figurave, sepse le të kthehemi edhe një herë thënies së mëhershme tuajën, Shkodra është e mbushur në historinë e saj me njerëz të shquar që kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme, po ju si përzgjodhet këto? Si pikasët, si erdhen tek ju këto figura? Po të shikojmë Merita këto 9 figura, do të thosha që është si puna e shkrimtarit që kërkon motivet.
unë kam disa marrëdhënie me këto figura. Elsa Toktrovin nuk e kam njohur. Faik Ballancin e kam njohur pak nga larg. Nuk e par Shllakun fare se kam njohur. Nërsa autorët e tjerë, këto personazhet e tjerë, unë i kam njohur dhe çuditërisht me disa prej tyre, veçanërisht në vitet e fundit të jetës së tyre, unë kam shkuar javë për javë në shtëpinë e tyre. Dhe kam pasur një fat sepse është afërsisht 15 vjet punë dhe shifra është relative, por çdo herë që shkoja, unë incizoja bisedën dhe biseda sillte bisedën, pyetjet sillnin pyetjet dhe gjithmonë dal nga dal fillonte dhe revizohej konturet e librit dhe mendova që paten fatin këto personazhe të hynin në libër sepse u realizuan artistikisht sipas mendimit tim. Se ka dhe figurat të tjera që unë i kam proces punet, po sikur nuk më mbushnin mendjen. Dhe mendova që këto personazhe mendoj që unë nuk kam çfarë të ushtoj. Për këtë arsye bujrom, si më thanë. Pra, keni hapur thesaret e viteve të punës suaj. Patjetër. Ndërkohë, po të shfletosh librin dhe po të lexosh në rrjeshtat. Natyrisht libri ka një informacion të bollshëm dhe interesant, por po të lexosh, është si thua të joshesh fjalë pas fjale, rresht pas rreshti, nga stili që ju keni përdorur, një ngjarjeve reale i keni veshur, një rrugë shumë të bukur të tregimit letrar, të figurave letrare. Dhe gjithë libri është, për çdo figurë është i shkruar në formë eseje. Si ka qenë ky proces tek ju? Sepse ti veshësh një ngjarje, një tregim të bukur, që të josh, që të shtyn, të ysht për ta lexuar me një figuracion të këndshëm që të ofron shumë çka, është mjeshtri, apo jo? Meri, është një pyetje shumë interesante dhe është, do thoshe unë, bazale për këtë libër. Kur unë në laboratorin tim krijues kam vendosur këto figura përfundimtare që do hyjnë në libër, për secilin kam parë veçantitë e personazhit dhe me mjetet dhe shprehjet e punës së tyre, unë kam ndërtuar portretin e tyre. Pra ka qenë një vëzhgim i hollësishëm i tyre. Patjetër. Mund të them vetëm kaq. Për shembull, mikun tim Skënder Drini, një nga shkrimtarët tanë shumë të mirë. Zgjodha stilin e Zvajkut për të ndërtuar, për Balzakun, zgjodha këtë stil për të ndërtuar atë temë që unë kam pa të Skënder Drini, pra nga jeta e shkrimtarit Skënder Drini. Pra, kam marrë dhe të tilla modele. Dhe cila ka qenë arsyeja? Arsyeja ka qenë që ato, mi bazën e kontributeve të tyre, të dilnin sa më real në përmes veprave të tyre, por edhe ajo që ishte më e rëndësishmja, mendoj që duke pasur këto mjete shprehje, duke pasur këtë njohje, karakteret e tyre, monumentaliteti i tyre, besoj që është gdhendur, them që mirë. Ndaj vepra është një vepër e mirëfillt letrare, por duke ju referuar personazheve ose personaliteteve që zënë vend në librin Burra të vdekur të gjallë. Do thosha se shumica prej tyre, siç u shprehet më herët, kanë jetë anti-jetë, pra janë personalitete kontraverse. Përmend këtu për shembull Hamid Gjylbegu, një nga ato që është dalluar, nuk ka votuar. Frederik Reshpja përsëri me jetën pas persekucionit ka patur një qasje tjetër ndaj realitetit. Faik Ballanca përsëri, pra janë personalitete që kanë luftuar, kanë kundërvënë. Sa vështirë ka qenë për ju që të mbani një pozicion, të them, neutral ndaj këtyre
qasjeve të tyre në jetë dhe për ta dhënë figurën sa më reale. Me lejo Merita, me që përmendit këto 3 personazhe, të baj ca saktësime dhe ca gjykime të mia, të cilat i kam shfaqur edhe në libër. Faik Ballanca hyri në letërsi si shkrimtar i pazakont. Çka dua të them? Në raport me moshën, ai solli risi të reja në tregimin dhe në romanin shqiptar. Dhe pikërisht këto risi të reja, pra ishte një fenomen letrar dhe ndodhi ajo që pat shumë kundërvënie. Shumë kundërvënie dhe ja komplikun jetën. Dhe shumë herë në shtëpinë botuese në Infrashi, veçanërisht romani Në meja largët u kthy disa herë, dhe po të shikosh recenzat, janë jashtëzakonisht negative, bile ka recenzat që janë më të zeza se nata. Pavarësisht që Kadareja, që i vetmi shkrimtar që e mbrojti me të drejtë, megjithatë duket presioni i madh i kohës dhe i shumë elementeve të tjerë e bëri që ai të vetvete. Dhe shumë i ri. Po, shumë i ri. Frederik Reshpja, duam apo s'duam, ai është, sipas gjykimeve të mia, është liriku më i shqyrë i letrave shqipe. Edhe sot e kësaj dite, çuditërisht, nga njohja apo mos nga njohja e përcipt apo mos njohja, apo nga dashakeqësia, edhe sot shpeshherë kontestohet. Mendoj që kur don një figurë ta kontestosh, do të kesh gjykime, do të kesh interpretime, por ajo që është më rëndësishme, duhet ta njohësh në thellësi jetën dhe poezinë dhe krimtarinë letrare, dhe shpeshherë ata nuk mund shkojnë bashkë, po mos mund të shkojnë dhe bashkë. Dhe mendoj që kur flitet për poezinë, flitet për poezinë. Kur flitet për jetën, flitet për jetën, dhe mendoj që duhet ndahen, sepse kjo bashkëngjizje shpeshherë ka dhe të ndarat e veta. Po them një diçka që Frederiku, që është për herë të parë në tekstin tim, ka dhënë një kontribut të shkëlqyer edhe në letërsinë për fëmijë, gjatë që pak kush e din. Nuk është e njohur shumë. Po, librat e tij, Trimi i fshatit bardh, Eranda, Trofta Hutaqe, libri me pralla, dhe pastaj libri i fundit, Aventurat e fundit të Gishës, janë libra me një poetik të veçantë. Pra, aty do të shikosh se si një autor që e përdor në mënyrë të magjishme fjalën dhe figurën letrare, ka reflektuar edhe në letërsinë për fëmijë. Prallat janë jashtëzakonisht të bukura. Për mua është një nga individualitetet shpeshherë më kujton Andersenin, Frederiku, në rrëfimin e prallave të tij. Dhe po them, po të shikojmë, se unë i kam parë me vëmendje, kritikat letrare apo në plenumet të ndryshme të letërsisë për fëmijë, gjithmonë Frederiku është kritikuar për prallat e tij, dhe është kritikuar me 3 elementa, se prallat e tij janë melankolike, ka lot dhe ofshamje. Gjatë që këta janë pjesë të strukturës edhe të individualitetit poetik të Frederikut, sepse metafora e vetmisë dhe e dhimbjes në mes të tjerave e kanë ndjekur Frederikun gjatë gjithë procesit letrar, po ndoshta do thosha edhe në jetë. Ndërkohë që figurat qendrore ose 9 personalitetet që zënë vendin në këtë botim janë Esat Oktrova, filloni me Esat Oktrovën, regjisorin do thosha e famshëm, që punoi në Shkodër, vetëm 7 vite punë, dhe ai ka qenë, siç thoni ju, i treti regjisor, pas Andreas Kanjetit dhe Lec Shllakut, që solli profesionalizëm në skenë, që një shkollë, shumë aktor, madje janë shkolluar, duke punuar me Esat Oktrovën. Është mos e vërtet. Solli shkollën e Stanislavskit, pasi kishte studiuar në Bashkimin Sovjetik. Pra një figurë që ka lënë gjurmë në Shkodër.
Të gjitha këto që thoni ju janë masët vërteta. Edhe unë e kam quajtur sot doktorove në 7 vjetë Shkodran, dhe njëkohësisht kam thënë që aktorët u realizuan artistikisht në shkollën Oktrova që ajo ngriti pranë teatrit me gjeni kështu figurat. Beb Shiroka për shembull ka qenë shumë falendërues. Po. E Antoneta Fishta, domethënë gjithë ky lloj brezit ka qenë. Tani për të ndërtuar figurën e Sat Oktroves, unë kam marrë të gjitha veprat që i ka vënë në skenë teatr, kam lexuar tekstet, kam parë qasjet e shkrimeve në për gazeta dhe revistat ndryshme dhe kam formuluar portretin e tij. Dhe mund të them, çdo dram që vuri në skenën e teatrit të Shkodrës e Sot Oktrova që njërisi, jo vetëm për Shkodrën, por edhe në fushën e teatrit kombëtar, si histori irkutase me cilën mbrojti diplomen. Ashtu edhe dramatizimin e romanit Kneta, ashtu dhe me vonë të Zekthit ku interpretoj dhe vetë, mendoj që ai ka kriju, ka lanë një monument në teatrin. Madje do të thosha ka qenë edhe shumë nuhatës për aktorët. Preng Lëkundën për shembull e ka evidentuar dhe e ka marrë me stadion apo edhe të tjerë aktor. Atëherë më nxorët një shteg. Teatri Migjeni, para se të bëhej, si më thënë, profesionist nëpërmjet e Sat Oktroves, ka pasur një lloj kantilenet në lidhje me një lloj patetizmit edhe në interpretimin e herojve. Mase e Sot Oktrova me ashtu siç thoni ju me nuhatjen e holl artistike të tij dhe njëkohësisht talentin, ai pikasi këtë burr që formalisht që vetë Preng Lëkunda ishte burr, plotësonte disa elemente që ati duheshin për dramën e Bajramcurit. Dhe unë mund të them edhe këtë, që patë një shqetësim në Oktrova, në momentin kur e shoqja erdhi për të parë çfaqen, dhe i thanen, si të duket? Tha, bashkë më duket, tha si Bac Bajrami, por më i ri. Do thotë që Preng Lëkunda jo vetëm pra, realizoi. Gruaja e Bajramcurit, kur ka ardhur për të parë shfaqjen. Sepse e thirrën për të parë shfaqjen, dhe do të them këtë, që Preng Lëkunda ishte i talentuar. Pra, ja kishte dhënë Zoti atij talentin, tharmin. Pastaj ai do të bënte figurat të tjera në interpretimin e dramës Tokajole me radhë. Është kjo pikasje që e bëri vetë regjizorit, i cili i pari vendin në librin tuaj. Unë kam bën alfabetin. Kam zgjedhur alfabetin, po. Vjen pastaj Faik Ballanca, për të cilën folëm, por do të thosha që talenti i tij ka pikasur që herët. Unë kam pas lexuar një libër me tregime rrëmbimi në fillimet e mia, do thosha, dhe vërtet ka qenë shumë interesant dhe i veçantë në trajtim. Ai u çfaq, po. Është vërtet, ai u çfaq i talentuar që në tregimet e para që botoi në gazetën Zëri i Rinis. Dhe pastaj me radhë. Mund t'ju them vetëm kaq, Meri, për të ndërtuar figurën e tij. Kam vepruar në këtë mënyrë. Kam lexuar të gjithë librat me tregime, novela dhe romanin e tij të fundit. Domethënë i kam studiuar dhe pastaj kam ndërtuar figurën e tij dhe do thosha që ai e solli elementin modern në ndërtimin strukturor të tregimit dhe të romanit. Libri me tregime mbama pak Palton Çun, për mu është një nga librat që rrallë mund të shkruhet. Një libër me tregime, po ashtu dhe në meja largët. Për këtë arsye, tani kohët e fundit ka dalur dhe një monografi, megjithatë mendoj që duke falënderuar autorin Spiro Gjoni për këtë monografi, mendoj që në krahasim me talentin
në krahasim me thellësinë dhe me atë çfarë i solli Faik Ballanca tregimit dhe romanit shqiptar, mos e Gjithmonë mbetet pak borx. Pak borx, duket se është pak modeste, megjithatë e falenderoj. Frederik Reshpja, një lirik i jashtëzakonshëm. Sipas gjykimeve të mia, ai i jashtëzakonshëm. Ditë them këtë, që me rapsodin me librin e parë Rapsodi shqiptare. Ai u dallu për veçanësitë e tij, por do të them këtë, dhe këtë jam që unë i kam parë. Çdo libër me pas me poezi, veçanërisht në librin e këtë qytet, me originalin dhe me atë që u botu, krasitja ka kënë shumë e madhe Gërshëra. Dhe unë kam kënë prezent, me që jam këtu dëshmi, dhe na i kam thënë që libri është element paraqet mes tjerave dhe dëshmi dhe të vërteta. Dhe unë, ky libër është i të vërtetave. Pra, kur bashkarisht me Frederikun, faqe për faqe po shikonim shënimet dhe vrejtjet dhe ato recenzentët i kishte kap friga e figurave letrare që përdorte Frederiku, të cilët si duket ata i kishin frikë të figura që ishin të hatashme. Atëheri pa të thanë, Frederik, çdo bësh me librin? Gjahit tha, unë do të ripunoj deri aty kur i punohet, por do të botoj gjithsesi. Dhe u botu, por mendoj që është botu jo i plot. Për të folur për secilën figurë duhen orë të tëra natyrisht. Edhe një diçka për Hamid Gjilbegun kam dëshirë të them. Hamid Gjilbegun e kam takuar 2 herë në jetë. Hamid Gjilbegu është nga ata modelet që rrallë mund të jenë në historinë edhe të politikës, po edhe të jetës së letërsisë, të jetës së ushtarakut, të politikanit. Do thosha, është një figurë që ka pasur gjatë gjithë jetës së tij idealitet, nërshmëni, personalitet, dhe ai të bardhë si ka thënë të bardhë, të zezë si ka thënë të zezë. Larg çdo konformizmi. Po. Duke triumfuar midhimjet e të mërshme të birit, ai ka vendosur që për hir të idealitetit, po idealitetit i ka qenë nërshmënia dhe e drejta, ai ka vepruar deri në fund dhe i tillë ka met, i ndershëm, i drejtë dhe një figurë që ka nevojë ndoshta të studiohet më gjerë, ka nevojë për një monografi. Personat të tillë jo vetëm ndërojnë Shkodrën, po ndërojnë edhe Shqipërinë. Në libër keni 3 shllakët, Gjon Shllaku, helenist i njohur, regjizori i mirënjohur Lec Shllaku dhe Nuepal Shllaku. Pra, një dinasti që 2 janë vllazën dhe ky nuk ka lidhje fare me to. Nuepal Shllaku. Leci ishte një figurë me shumë kulturë, jashtëzakonisht i ditur, dhe mua, ndryshe nga të tjerë, gjithmonë me priste në bibliotekë. Dhe fakti që mua me priste në bibliotekë, do të thotë që dituria shkon te dituria, si themi. Në fakt është shumë i njohur si regjisor, më pak si shkrimtar. Por gjithsesi në vitet e fundit filloi të merrej me letërsi. Në mes shumë vlerave Shllaku, Leci pra, ka këtë në teatrin Migjeni që ai vuri në skenë dramat e huaja, pra zhvendosi ose theu një tabu të dramave shqipe, detyrimisht kishin aq vlerë sa ishin ato vite dhe ato realitete, dhe kështu që një risi e madhe. Mendoj që në jetën e Lec Shllakut ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm e shoqja. Mendoj që ajo ishte një figurë që kam quajtur unë në anerozën ikon. Ndërsa Gjon Shllaku ishte një monument ashtu si vetë Iliada. Me një dimension të jashtëzakonshëm në kulturë dhe në përdorimin e gjuhëve, edhe të fjalorit që ai nisi fjalorin latinisht shqip, po nuk e mbaroi sepse
në rojet, do thosha që ai i ka dhënë vlerat e jashtëzakonshme Iliadës, aq sa Iliada e Shllakut rrin denjësisht me të gjithë përkthyesit që kanë përkthyer në botë Iliadën. Një vepër madhore që Absolutisht. vetëm don kulturë, don leksik. Pastaj është edhe problemi i strukturës metrike e tjera, pra i jashtëzakonshëm. Është Aq më shumë, Po. pastaj që ka një vlerë, mendoj unë, që e ka përkthyer, e lajm pak masa detyrimin që ja banin me Toskrishten, por e ka përkthyer gegnisht. Dhe gegnishtja kaq shkelqen, këndohi kaq nesh. pa, Po. kaq drejtësohet në këtë vepër, do thotë që asaj akoma dhe sot nuk i kanë dhënë atë vend që meriton. Noe Pal Shllaku ishte person që nuk njihej, sepse vdis në 42-shin dhe ishte në moshë të re, pra 22 vjeç. Ai la një arkiv dhe unë vendosa që edhe këtë djalosh të ri që e thatë ju në fillim i brisht, unë ta vendosja se vërtet ishte nga pikpamja vlerave burr, ta vendosja në këtë aradh shkrimtarësh dhe njëkohësisht elementin e parë që kam lexuar dhe studiuar bëjat karakterin njohës. Pra ta njoh i herë, pastaj me radhë në vitet e më pastaj mund do t'i kthehem përsëri kësaj figure. Ndërkohë që ajo që bie në sy është që në libër ju përveç se mjeshtrive ku ato janë dalluar këto personalitete, ju i keni parë ato si figura shumë planshme, edhe në jetën shoqërore dhe familjare. Kalojmë kështu tek Skënder Drini, shkrimtari i mirënjohur, të cilin e kemi njohur në këtë studio sa herë ka ardhur, kemi patur kontakte, por gjithsesi ai ka qenë vërtet një lum i vërtet i rrëmbyeshëm herë më i shtruar, qoftë në jetën e tij, por në krijimtarinë e tij eksaktësisht. Skënder Drinin e kam njoftë jashtëzakonisht mirë. Do të them vetëm kaq, meritat që çdo ditë shtunë dhe çdo ditë dite unë kishe një orar të saktuar të Venecia ku ai pinte kafe çdo ditë dhe ne zhvillonim biseda deri ditën e fundit që unë nis për Tiranë që biseda fundet dhe i thash, unë tha po shkoj, tha Xhait, ti thash që i burr, po lënë cigaren thash, edhe ti i burr dhe do të triumfosh. Por në dhe që nuk pritej dhe për këtë jam shumë i dëshpëruar dhe sot e kësaj dite. Skënder Drini, qoftë në letërsinë për fëmijë kur hyri, qoftë me tregimet, qoftë edhe me analizat politike që pat her pas here në gazetën Kohajon që botoj, dhe pastaj me romanet, ai është një figurë e shquar e prozës sonë. Skënderi nga natyra ishte person i heshtër, si duket jeta, si duket dhimbja, si duket ç'të them më shumë, para ma kishte jashtëzakonisht kulturë, ishte shumë i ditur. Dhe me te mund të kuvenoje dhe ai të afronte, si themi, si ilaç edhe diturin e tij dhe njëkohësisht ndoshta edhe shumë probleme ai të ofronte ndihmën e tij prej të diturit. Dhe Skënderi kishte 3 orë në jetën e tij. Orën që dilte nga shtëpia, ora e Karolinës dhe në këtë aspekt është një model i rrallë, dhe orën e Venecias ku mblidheshim rreth tij të gjithë ato miqtë e tij dhe çuditërisht Skënderi asnjëherë nuk na ka thirrë me emër, por duke na vëzhguar hodh secilit edhe duke parë veçoritë tona, secilit i kishte vënë nga një epitet duke evidentuar tiparin e secilit. Kështu ishte Daja, kështu ishte kokforti aktiv, kështu ishte violinisti së, kështu ishte generali, kështu ishte Kali Arap, dhe pra kokforti aktiv. Pra, I keni pasqyruar këto pikërisht? Po tjetër, të gjithë. Interesante. Pra, këto ishin njerëzit që, po e them edhe një diçka kështu private,
që në momentin njëherë ishte tavolina, ishin karrikat dhe askush nuk mund të ulej aty dhe ishin pikërisht të njerëz, askush nuk fliste përveç Skënderbinit. Të tjerë të gjithë dëgjonin. Bukur. Dhe pritej e shtunë dhe e didhja që të mlidheshim dhe të dëgjonim nërthojza leksionit e Skënderit. Në një farë mënyrë patjetër që ndjehet mungesa shumë. Ndërkohë që Zep Zorba është i fundit sipas rindit alfabetik Z. Zorba ishte person shumë i talentuar, në kuptimin e fjalës një intelektual i vërtet, me shumë kulturë. Ai mori pjesë edhe në lëvizje teatrore, për shembull Juda Makabej, ai që ka bërë regjin, ka qenë i jashtëzakonshëm në këtë aspekt, dhe pastaj jeta i mori pak keq, ose ja mori jetën keq, dhe ndoshta ndryshe nga gjithë personazhet e tjerë, ai e njihte mirë poezinë italiane, për shembull Quasimodon, Montalin, ai e njihte mirë dhe pat ndikime nga futurizmi italian, dhe librin e tij Buzët e ngrira në gaz është një element metaforik që difton për tragjizmin e jetës së tij. Dhe edhe ashtu si Skënderbini, edhe ky person ka pas njëjtin tipar, ishte shumë i heshtur dhe shumë i ditur. Në fakt, gjitha këto figura shumë interesante, por që kanë kontraste drithiesh në jetën e tyre, kanë ardhur në librin Burra të vdekur të gjallë. Unë jam shumë sigur që kjo kolan do të vazhdojë, sepse që tani shumë kush mund të propozoj figura të tilla që mund të kenë më shumë dritë, ose mund të jenë në errësirë dhe që pritet të nxirren prej saj. Gjithsesi Shkodra të ofron këto mënyra, apo jo? Shiko Merita, këto personazhe ishin më të avancuar se koha tyre. Koha pastaj i goditi. Pra këto në talentin, në kontributin, në detyrinë e tyre ishin të pafajshëm. Koha realisht ishte vrastare dhe shumë i goditi. Megjithatë, unë kam një shprehje, monumenteve nuk ka fortunë dhe tramundan që u bën gjan. Ata një mënyrë tjetër do të shohin shkelqimin e tyre dhe njëkohësisht çdo ditë që djedhi, po përdor tani një figurë, çdo ditë që djedhi del në mëngjes, ai i ndriçon spari këto figura, sepse edhe vetë këta figura janë si prej diellit. Shumë bukur. Ndërkohë unë e di që ju vazhdoni, puna e shkrimtarit është e pafundme, vazhdoni, keni libra të tjerë në proces, së fundmi lexova që keni në proces dhe për Kol Shirokën, por ajo që dua të përmend është kolana e artistëve të Shkodrës, që ju prej kohësh keni punuar dhe vazhdoni të punoni. Po, është vërtet, libri për teatrin është një sprovë e vështirë, po unë vazhdoj të mbush faqet. Mund të them që për këtë vit, si ka thënë me kismet, unë kam pothuajse gati në përfundim, njërin e kam përfunduar, kam një libër me studime për letërsinë për fëmijë dhe të rinj, do të thonë kam mbaruar 85% e punës, dhe do të jenë shkrimtarët që unë kam menduar që duhet hinë në këto faqe të librit tim që fillojnë me A. Kështu, për shembull, po të përmend disa prej tyre, të cilët unë i kam përfunduar së vrojtuari, kam Adelina Mamaqin, kam Adil Zeken, kam Asit Beshemin, kam Agim Deven, kam Abdullah Thaqin, kam 2 autor nga Kosova. Dhe kam edhe ca të tjerë dhe do filloj me këto që mendoj kontributet e tyre vlejnë për të studiuar dhe për të njohur. Ky është libri i parë, realisht Eris me ka sjell dhe kopertinën, libri quhet Magjia e një letërsie, që në themel do të ketë përsëri esenë si zhanër trajtimit të krimtarisë së tyre,
paka shumë në disa aspekte do të jetë paka shumë si portreti i librit Burrat e vdekur, burrat e gjallë. Si duket, nuk largohet dot nga natyra. Po. Ndërsa libri i dytë, që është i përfunduar, por e kam lënë si themi ne për të ftohur pak, kam 400 gazmore për fëmijë, të cilat janë si frut i vërejtimeve të mia, si mësues në raport me nxënësit, batutat, dëgjesat e shumë prindë për fëmijët, të gjysheve për nipat e mbesat, e tjerat, edhe nga leximet e mia, edhe nga përshtatjet e në një farë mënyrë për këtë po befasohem. Po, janë, domethënë është i mbaruar libri dhe ka dhe titulli, po akoma s'është bën kopertina, dhe titullin e ka që thonë pastaj ku e ke gjetë, megjithatë Grimca u bë libri, sepse janë 400 grimca gazmore, është një humor i shëndetshëm ku në themel është naiviteti dhe batuta fëminore. Do të jetë shumë interesant, besoj. Edhe ashtu siç librat e Xhahit Bushatit janë, një numër i jashtëzakonshëm, do të thosha, i botimeve, mbi 30 libra për fëmijë. Përveç këtyre libra që lidhen me fushën e studimit, siç është libri që ju keni në proces, por edhe librat që lidhen me historinë e personaliteteve, siç është libri Burra të vdekur të gjallë, që për të cilin sapo folëm. Një veprimtari krijuese e bollshme. Në fakt si ndjeheni Xhahit kur jo vetëm pas këtij libri, po gjithmonë pas botimeve, si ndjeheni? Si ndjehem? Shiko, Merita, si çdo lloj krijuesit, i cili është në kërkim të motiveve. Unë do t'ju them dhe kaq, unë kam në mes të tjerave edhe një vrull, do thosha, në botimet edhe në gazetat e përditshme. Po. Dhe kam dëshirë që prap t'i kthehem, që ndoshta kjo është e lidhur edhe me CV-n e letërsisë sime, të krimtarisë sime, që du të mbetem të më njohin në elementin e identitetit. Mua më pëlqen tradita e Shkodrës. Tradita e Shkodrës është një gjerdan i pafund. Dhe kjo tradit që ka emrin Shkodër kërkon ose kërkoj masak që të shfaqet dinjitetshëm në librat e mi. Pastaj, a do të arri unë, sa do të arri, kjo është problemi i dytë, por kjo mu më pëlqen. Edhe një ditë, se po sillen prapë te libri, e pyes në një nga ato udhëtimet e mia për shtëpinë e Lecshllakut, i tha që zotni Lec, me çfarë po merreni? Xhahit tha, po merrem me dëgjanat vjetra. Edhe unë jam t'u thënë figurativisht, vazhdoj të merrem me gjanat e vjetra. Edhe është kënaqësi të vendosësh kokën mbi tabanin Shkodër, të ndjesh nga aty rrahjet e hershme edhe më të freskëta të jetës, të mesazheve që kanë jetët që u jetuan dhe jetët që jetohen. Për të patur atë talent që shkrimtari ka, edhe për të vderdhur në faqet e librave, në faqet e kolanave të figurave madhështore, do të thosha, të këtij qyteti, por jo vetëm. Ne lexuesve na mbetet të shfletojmë për të zbuluar shumë çka. Xhahit, të falenderoj për së tepërmi. Ishte shumë kënaqësi që Mirëmëngjes Shkodër ju kishte sot në mikrofon. Dhe natyrisht me të tillë njerëz që gjithmonë kanë prurje, kanë rezultate të mrekullueshme, është thjesht takimi i radhës, sepse ne do të kemi përsëri takime të tjera. Patjetër, Merita, unë ju falënderoj shumë ju falënderoj edhe që shumë kënaqësi dhe që mres e veçantë ky lloj takimit dhe ju e shpërfaqet
jashtëzakonisht bukur librin, po nuk di a i meritoj këto lëvdata, po shpresoj që... Patjetër. Ndërkohë do të ju uroj shëndet e jetë. Po, në radhë